Si pasojë e rënies së disa ortegëve masiv në zonën pranë tuneleve panoramike të aksit qafthore-theth, rruga është bllokuar plotësisht, duke e bërë të pamundur qarkullimin e çdo mjeti në këtë segment. Masat e mëdha të dëborës dhe rreziku i vazhdueshëm për rrëshqitje të tjera kanë krijuar një situatë të rrezikshme për lëvizjen, sidomos në një nga akset më të frekuentuara turistike drejt thetit. Autoritetet vendore dhe strukturat e emergjencave civile bëjnë me dije se, për arsye sigurie, qarkullimi do të qëndrojë pezulluar deri në një njoftim të dytë. Edhe mjetet borpastruese nuk mund të ndërhyjnë aktualisht në zonë për shkak të rrezikut të lartë nga ortegë të tjerë të mundshëm dhe kushteve të vështira atmosferike. Burime nga terreni bëjnë të ditur se rreshjet intensive të ditëve të fundit, të shoqëruara me temperatura të ulta, kanë favorizuar krijimin e shtresave të paqëndrueshme të dëborës në shpatet malore, duke rritur ndjeshëm probabilitetin e rrëshqitjeve. Zona pranë tuneleve panoramike konsiderohet një ndër pikat më problematike gjatë sezonit dimëror për shkak të ekspozimit ndaj ortegëve. Institucionet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të shmangin plotësisht këtë aks, duke zgjedhur itinerare alternative. Gjithashtu, qytetarët dhe vizitorët këshillohen të ndjekin vetëm njoftimet zyrtare për çdo përditësim mbi situatën dhe rihapjen e mundshme të rrugës.